Dhe ka vërtat, mam, aja s'ka livrit. Besoj që kanë qenë minuta, kanë qenë sekunda, ne jemi kontarë kësaj rrugës këtu, qëtë moment, qëtë vend e kom larë kerin, e këse o pake, këto i dy kerët nuk i kanë këtu heq, o pake një person i shtrim. Edhe e kom larë kerin dhe kom thonë shoqës tash, te kash është një grua shtrimin tokë. Unë hala pa larë kerin, shoqja ka ardhën, ka shbrit pe i kerit, e ka kësy këtë zidin këtu, si po shifet, edhe ka rënë tokë. Shpejt, edhe ka shku te viktima aty, ta shëndjera. Në moment, dhe se ka shku shoqja atje, ka dollë edhe djalli saj. A djallë shakon, ka dollë pe i katit edhe ka vërtat, mam, aja s'ka livrit. Shoqja u afru ofër, ja ka fillu mja dhënë ndihmën e parë. Po, aja kesh puls hala, se mas parja moti pulsin e pat pak, edhe më nuën. I tha djallit vet, tha, jepja tha frymën, a din ngoj, pa i djalli kej habitun edhe smujti, tani shoqja më nuën edhe frymën me dhënë, edhe me të pumpat. Në moment kanë ardhur policia, shumë shpejt kanë ardhur. Ka ardhur edhe ndihma shpejt pas policisë, e kanë marrë viktimën edhe kanë dërguar. Gafur Ahmeti është pronar i banesës. Ai kishte blerë këtë pronë në janar të vitit 2022 nga kompania Kastrioti me bazën e Caralev, duke besuar premtime se po blente një banesë funksionale. Ahmeti rrëfen ekskluzivisht për natën kritike, mënyrën se si u shit kjo banesë pas një kriter sigurie dhe faktin se asnjë zyrtar komunal apo inspektor nuk ka trokitur kur në një derë për t'i paralajmëruar se po jetonin në një objekt të jashtëligjshëm dhe krejtësisht të rrezikshëm për jetën. Po unë asë se kom po kur ka hinj. Qysh ka hinj aja me kesha, asë si më konë shpeqë, se së rrijë në këtë shumë. Vesh, mas ju krydar i ka orë grues një telefon, i ka orë që ka ndohë një... Dhe do në menova dhe shurëzu diçka, shkollet e përë, se pa gilindera, pa kërgjada shurëzu, edhe se mora far tragjike. Dhe vetë a grunë dhe shka, tha urëzu, Alia urëzu, i pa kjerët. Erdhat e në emergjens, gjalli sajnë e shkon me ta. S'mushe me zonë venën me ditë, se mërë nësë unë hinsha kur gjome. Edhe erdha këtu, eshin pas policia, eshin pas rrëthë kuket. Nalen. Kush jetë e pikallë të edhesh, pronor i banesë jam. Okej. Po tani na foka dollen edhe ta që kanë po osha, këshin po live të ra njerën. Po tani një këse galëzaj, tha që edhe një djallë tha konë me ta. Po nëse disha, sa nësë disha, tha një djallë me flëgata. Tani më rrvesh që edhe djalli ka konë këtu. Djalli ka konë të këshyrë televizor. Aja pas ka hinjë dhumë, edhe ma shumë. Sa nësë di. Thashtë thonë me shka mas po dalim, po. Cilë është raporti juaj me viktimën? Pu, raporti im... Kjo është grua e migjës. Grua e mikët është. Po është si njerë e konë... S'po di qa me thonë ma shumë, kanë qaq... Qaq njerë i mirë u konë dhe qaq punëtore e madhe. Ajo është ra bashkë me gilinderat pra që kanë qenë aty? Dikush për thë që ka ra para gilinderav, dikush mas gilinderav, tash të qas për flitet, tash s'di që thamë. Veç që mu rasin shpe med në banisë. A mund është me të regu pak prej kur je pronar i kësaj banese edhe qysh e ke ble? Në kuptimin qysh kanë shku procedurat? One jëm konë njëre me djallë migjës jëm konë. E djallë migjës e ka pas një të antartë këtyne të kastriotave, ka pas një kolege ka pas. Edhe e patë më abet për një. Edhe më tha po, tha kam. Se vetë, dhe shenis të shaki, se masim po bojnë si sene, tha po, tha kam një, tha së dhëma i ka, tha 4 dhëma gjyë, tha okej, tha shime interesum. Tha që do një marrë, tha hajde këshërni. Edhe konë mramja, 9 ora, 10 ora konë. Edhe shkova e mora grunë.
Jemi ardhë, jemi hi, e kemi këshyrë krejt. Ma ka dhonë çmimin, e thash po, edhe që ka që mo, me qelë sa ndorë, veç më ka thonë që pe fillit më ka thonë, shkon 1 vjet deri në 2 vjet, shkon të i të rregullohet banisa. Edhe në kesh dakord të shokë, 1 vjet deri në 2 vjet, çmimi më konvenajke, edhe kemi bo kontroltë tani mas një kuë, një në ras dyri me bo kuën, ato kontroltën, e kemi nënshkru, mas një kuë ja kom prodhe pjesën tjetër të para, edhe mo qaq mo, 2 vjet deri në 3 vjet shkoj, po tani jo e ka tjetër kosh, jo me 100, te në shkujta kontroltë, kërë në shkujta kontroltë tani dole 100 sene tjera, po deshke me bo presion pakone, por me kryma shpecët, duke me shtit fëmijë dikon, për me fjet. Edhe Kur je vendos ti këtu për herë të parë, pra me banu, a kanë qenë gilinderat e vendost? po, kompletë konkret. Kompletë konkret, se pa kompletë buketë, nësë fëmijës, si besoj isha kur gjë. Gjatë qësaj periuda, ke pas nëj të lashën me gilinderat? Ja, që kur sanë, si atë sanë. E që pa, kur so afer u të gilinderat, se kom nejtë gati gjithë i kom nejtë, se vetë që kom besu, për të gati drejtën e. Po, ja, zgudzën me prej kur gjë, ja zgudzën me bo kur gjë, se komunë astaj janë për shkashtaja për... teknik. Po, theshin zgudzën me prej, se unë jam... Mune vetë që kom besu pjune sene vetë. Po më interesën me ditë, objekti është i papërfunduar. Nuk ka pranim teknik. Si që kemi pa, nuk ka as ascensor, hapësira të ascensorëve. A ka qenë dikush prej komune me ju paralajmëru, me ju tregu që është rrezik me banu këtë? Ja. Heq, kur sanë, heq. Si ka interesu kujt, heq. Mas rastit, Heq. Kërkosh heq. Heq, bashkë kërkosh heq. Heq. policia, prokuroria, Veç policia të natë që jena konë këtë me polec, edhe vetat policin bile, dhe asha... merë pëllash për gjësine, kush pëllash për këtë rast, së është në regull jo kështu. Shku njerë edhe kërkosh. Tha 99% të atrosë, tha... Njëtët sena i kena, tha, gilendira të qështu në thënë gjitën. Dhe tani po thënë, jo, kjo nuk është për me mbajtë, nuk është, të ta është që ka mos po flitet. Se për mu së është në regull që kjo së është normale. Edhe, dikush ma bo një bile, tha, kjo, tha, si se ma fari koq, tha, është kë. Tha, si se ma fari koq, që mu sa afrasin ato nësë ka siguria, mërësh. Kjo së është në regull, kështu. Për e soptemi, të shpedime. a e din Se që dikush shponuat këto. kush e ka ndërtu objektin, kush e ka vendosur një dera? Sanë si në heqë. Pra te ke marrë banesën që thujme na Po, me këtë qelë komplet. sandor. Këtë komplet, që shukon të Reinalt, që shukon këtë komplet, unë e mordë. Ta është e ka njështë të katok, po hinë njërës të halau, po të ndërtojnë për në reqen. Edhe këto bosi ka fazë e plumba, bo këto të është mos, s'po livrit kur gjë heqë, mo. A ke pas në komunikim me dikon gjatë kohëve të fundit rreth gjendjes të objektit, qoftë prej investitorit, qoftë prej Heq. atyre që ti e ke ble? S'dhen me kanë, mo, s'dhen me kanë. Që është problemi, s'dhen me kanë edhe ma e këm lanë. Unë e qilësat e kam, derën e kam, banisën e kam, edhe mos së më ka interesu fort. Edhe s'di ku na mi drejtu ti, mo. Që është ai problemi ma i madhe.